Kryeministrit Edi Rama. Faleminderit. Kryetar, sot ne jemi këtu që të shpallim publikisht qëndrimin ton në lidhje me kërkesën e prokurorit special për të autorizuar kufizimin e lirisë së Belinda Ballukut. Ndaj saj është ngritur një akuzë që në vitin e shkuar, jo për vjedhje, jo për korrupsion dhe gjësendi tjetër të lidhur me ndonjë sken krimi apo flagrancë në kryerjen e një vepre të rëndë penale, po vetëm për dyshimin e arsyeshëm se në cilësinë e ish-ministres infrastrukturës dhe energjisë ka kryer veprën penale pa barazi në tendera publik. 6 vite më parë, bazuar në disa mesazhe të gjetura vite më vonë në celularin e një ish drejtori. Dhe mbi këtë fakt, ende krejt të pahetuar aso kohë, por si rëndom të servir më parë përmes korrierësh që hynë e dalin tek kuzhina e stacionit trenit, si gjell qensh në 700 tenxheret e gjyqit politik dhe mediatik, u vendos fillimisht me një turavrap të pakuptueshëm nga prokurori dhe gjykatësi i seancës paraprake, pezullimi i antares së kabinetit qeveritar. Një masë absurde që siç e kemi shpjeguar më parë, pezulloi faktikisht funksionin, jo thjesht personin. Prandaj edhe nuk ka ndodhur kurrë dhe askund tjetër në botë një budallëk i kësaj natyre. Pastaj, pa pritur fare përfundimin e procesit, të hapur prej nesh në gjykatën kushtetuese, për ndërhyrje të patolerueshme në kompetencat e pushtetit ekzekutiv, sapo gjykata e pezulloi masën e pezullimit dhe deklaroi se do t'i hynte çështjes në themel, erdhi turavrapi i dytë. Kërkesa që diskutojmë sot. Dhe e diskutojmë me të drejtën që na jep Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë për të autorizuar ose jo arrestin e një deputeti, gjë për cilën do flas konkretisht ca më poshtë. Thjesht njoftimi i akuzës në rrugën e Shtrëmbër dhe fatkeqësisht të bërë zakon nga grupet hetimore të stacionit trenit, të cilat i përdorin mediat si forca paramilitare të fajsimit dhe të asgjësimit publik të subjekteve të tyre, mjaftoi që ndaj Belinda Ballukut të ngrihen të tëra dallgët e detit të urrejtjes, që zihen pa pushim në 700 tenxheret e pazarit ton politik e mediatik, dhe të mblidhen të tëra rrjet e fantazive perverse të rrjeteve sociale, për ta kthyer njeriu në një kriminal me 300 vila, 2 jahte, 10.000 euro solucione magjike për një larje makine, ndërkohë rrugët e ndërtuara
në periudhën e drejtimit saj u shëmbën që të gjitha nga korrupsioni. Shqirat u derdhën me gjyma dhe përmbytjet mbuluan edhe malet e Shqipërisë nga mungesa e kanaleve të vjedhura prej saj. Deti u bëkos për qenërinë e pazarit politik dhe mediatik dhe erdhi më në fund me thirrje histerike jashtëderdhjesh në bulevard. E shumë pritura orë e hakmarrjes madhe ndaj njeriut që e çoi Partinë Demokratike për jufka në Dibër dhe asfaltoi krejt në Fier me gjithë gazin e Zegjines. Hapklap burri i parë në historinë e Europës që Komiteti i Helsinkit e mori në mbrojtje nga një vajzë. Mëshirë, Zegjine, mbyll klap. Por ndërkohë që Belinda Balluku u kthye në shtrigën që duhet djegur në turrën mesjetare të druve me zjarr molotovësh dhe tërë fondet e mobilizuara si asnjëherë më parë në këto vite nga burimet e shtetit, të organizmave financiare ndërkombëtare apo të sipërmarrjes private për infrastrukturën u kthyen në parat grabitura prej asaj vetë, unë pikërisht sot duhet t'u them shqiptarëve se ndryshimin epokal që vazhdon dhe do të vazhdoj në sektorin e infrastrukturës dhe në sektorin e energjetik të vendit tonë nuk e solli kohë.